Moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka publikuar një video ku shfaqet duke treguar se si kalon dita e saj kur bëhet fjalë për premierën e Portokallis. Në videon e publikuar në profilin e saj Instagram, ajo shfaqet që në mëngjes duke treguar edhe orën kur pi kafe, kur shkon në prova, kur shkon në parukeri dhe më pas në shfaqje. Në këtë postim, moderatorja e ëmbël ka dokumentuar çdo moment, nga kafja e mëngjesit deri tek provat intensive dhe përgatitjet për të ngjitur në skenë. Si gjithmonë, ajo ka shkëlqyer në paraqitjen e saj dhe ka marrë komente pozitive nga të gjithë ndjekësit, fansat dhe kolegët. Mirë po vetëm një reagim ka marrë vëmendje dhe po bën namin në rrjet. Bëhet fjalë për komentin ikonik të fenomenit shkodran Luis Eli, i cili kurse nuk kishte se si të mos ishte dhe në këtë postim. Ai që ka tërhequr më shumë vëmendje nga mira komentet dhe reagimet që Kiara po merr është ai partnerit të saj, i cili dihet tashmë që njihet për natyrën e tij humoristike dhe batutat spontane. Shkodrani i zemrës me ironi dhe humor ka krijuar një histori telefonatash duke treguar me shaka se si do të dukej dita e Kiarës sipas tij, me një seri telefonatash të njëpasnjëshme drejtuar atij. Por këto telefonata mund të jenë edhe të vërteta sepse Kiara tashmë Luizin e ka krah në çdo moment. Ja se cilat janë ato që Luizi ka zbuluar. Në 10:55, zemër, kam harruar portofolin. Në 16:55, zemër, do ikësh të ma marrësh fustanin tek Anila? Në 18:30, më sill një palë sandale se më thyen takat. Në 21:55, ku je? Akoma jashtë ti? Ky koment ka shkaktuar të qeshura të shumta tek ndjekësit. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe. Dihet tashmë që shkodrani i zemrës nuk mund të rrijë sikur një minutë pa një batutë për partneren e tij bukuroshe Kiara Tito. Kjo nuk është hera e parë që Luizi komenton në mënyrë të tillë në postimet e Kiarës, dhe çdo herë ai arrin të bëjë bujë me batutat e tij. Nga ana tjetër, moderatorja bukuroshe duket se po e shijon pafund këtë periudhë. Premiera e spektaklit ka qenë një moment i rëndësishëm për të dhe duket se ajo po e shijon këtë rrugëtim të ri me shumë pasion dhe profesionalizëm. Ndërkohë, dashuria dhe mbështetja e Luizit për të mbetet e pandryshuar, por natyrisht gjithmonë e shoqëruar me një dozë të madhe humori. Ajo që mbetet për tu parë është se cila do të jetë batuta e radhës e shkodranit të zemrës për partneren e tij, pasi duket qartë që ai nuk do të ndalet se surprizuarin ndjekësit me komentet e tij ikonike.